Momentalisht, në Republikën e Maqedonisë kemi të evidentuara 203.000 objekte pa leje. Këto 203.000 objekte pa leje i jemi munduar në mënyrë tabelare t'i ndajmë dhe të kemi një pasqyrë qytet për qytet. Edhe këto dhëna që i thëmë, janë të dhëna zyrtare, të cilat i konfirmojnë vetë komunat gjithsej 80 sa janë në nivel republikan. Prandaj do të kisha dashur ta potencoj se sa i përket ndërtimeve pa leje, nëse lokalizohemi vetëm në komunat e qytetit të Shkupit, unë komunën e Çajirit, prej 10 komunave sa ka qyteti i Shkupit, komuna e Çajirit renditet në vendin e 6 me ndërtime pa leje. Po unë fillimisht do t'i prezentoj edhe juve si gazetar, si medium, do t'ua jap si dokument zyrtar nga Inspektorati Shtetëror i Ndërtimit dhe Urbanizmit, që t'i keni këto evidenca. Do të thotë në numrin e përgjithshëm të komunave, patjetër e kam ta potencoj, në bazë dhanave që mi kanë dhënë vetë komunat, prind komuna e Gazibabës me 10.934 objekte pa leje. Më pastaj pason Gostivari me 8.878 objekte pa leje. Prilepi me 8.500 objekte pa leje. Tetova me 8.200 objekte pa leje. Fatkeqësia më e madhe është Struga edhe Ohri, të cilat për momentin evidentojnë 7.674 objekte pa leje Struga, Ohri 7.589 objekte. Tani mos t'i rendis gjitha me rend. Do thotë në këtë listë të përgjithshme të 80 komunave, Çajiri renditet në vendin e 19 me 3.158 objekte pa leje. Po vlen ta theksoj dhe ta potencoj se në kuadër të komunave të qytetit të Shkupit, para Çajirit prind komuna e Karposhit me 3.377 objekte pa leje që renditet e 16 në listën e përgjithshme. Prandaj qëllimi i referimit të këtyre numrave, do thotë në qoftë se e shohim dhe analizojmë lart poshtë, kjo problematik nuk është problem lokal i një vendi, po është problem republikan në nivel të shtetit.